Al Bastori prezanton horoskopin për muajin gusht dhe shtator të vitit 2022. Dashi. Këto 2 muaj, debatet dhe problemet do të jenë aq të mëdha sa që mund të mendoni të largoheni përfundimisht nga gjithçka. Për të dashuruarit do të jetë një periudhë e paqëndrueshme. Mund të keni zënkat e forta, por njëkohësisht do kaloni edhe momente pasionante. Ditët do të jenë të turbullta, e nëse jeni beqar, vetëm pas javës së dytë mund të mendoni për gjëra serioze, sepse deri atë kohë do keni vesh se joshje dhe mundësi për aventura. Shëndeti do të vijë javë pas jave duke u përmirësuar. Fal për kujdesit që do të keni për veten. Nëse doni që gjendja financiare të jetë e mirë, vazhdoni të shpenzoni me maturi dhe mos prisni që të pasuroheni. Në punë do ju duhet me tepër përkushtim dhe përpjekje. Demi. Gjatë këtij muaji do ju pushtoj një ndjenjë dyshimi që nuk do ju lejoj që të jetoni të qetë. Jeta në çift nuk do të jetë gjithkohës e mirë, kështu që kujdes me çdo hap që do të hidhni gjatë muajit gusht dhe shtator. Dijeni që me kokëfortësi dhe me inat nuk keni për të arritur askund. Ju beqaret do endeni sa andej këndej dhe vetëm javën e fundit do mund të takoni persona që mund të ju përshtaten. Shëndeti do të ketë disa shqetësime të vogla, por që do kalojnë shumë shpejt falë dhe për kujdesjes së familjarëve tuaj. Për financat do të jetë muaj me fat. Gjendja do përmirësohet shumë ndjeshëm në një mënyrë të habitshme. Sipas astrologut ton, në punë do të merrni komplimente dhe shpërblime për gjithçka që keni arritur. Binjakët. Deri në datën 11 të muajit gusht dhe datës 5 të muajit shtator, duhet të përgatiteni për probleme gjatë këtyre muajve dhe do ju nevojitet mbështetja e një të afërmi që kohët e fundit e keni lënë pas dore. Për ju të dashuruarit do të jetë muaj i vështirë dhe i mbushur me mosmarrveshje të njëpasnjëshme. Në pjesën më të madhe të kohës do jeni me nerva dhe mosmarrveshjet nuk do të kenë të ndalur. Nëse jeni beqar, duhet të përfitoni nga të gjitha ftesat, por nga ana tjetër duhet të kërkoni mendimin e miqve para se të vendosni. Shëndeti do të ketë goxha shqetësime. Mund të ndjeni dhimbje koke, djegje sysh dhe dhembje shpine. Në planin financiar, her pas here do gjeni përballë vështirësive. Gaforja. Këto 2 muaj duhet të bëni kujdes me vendimet që do të merrni dhe me ndjenjat e fshehura që mund të shkaktojnë konflikte të mëdha e sidomos pas datës 6. Nëse jeni në një lidhje dhe nuk mundeni që t'i zgjasni sa më shumë ato zgjidhjet e problemeve që keni pasur me partnerin tuaj gjatë gjithë kësaj kohe, gjërat do ndërlikohen edhe më tepër. Ndërsa ju beqaret do jeni të pafat në dashuri dhe sado që të mundoheni nuk do arrini të krijoni një lidhje. Shëndeti mund të ketë shqetësime të cilat do të lidhen me gjumin dhe mungesën e vitaminave. Në planin financiar mund të mbeteni edhe pa para fare, nëse shpenzoni pa kursim dhe nuk mendoni për të nesërmen që do të vijë. Në punë do ju duhet të luftoni fort e madje të qëndroni edhe me orare të zgjatura. Luani. Sipas parashikimeve, këto 2 muaj do të jenë të ndarë në disa pjesë. Javët e para mund të keni vështirësi dhe do jenë të mbushura me mërzitje, ndërkohë që pas datës 17 gjërat do normalizohen. Nëse jeni në një lidhje, javën e parë do keni debate të forta, por me pas do i kuptoni gabimet dhe do bëni të pamunduren për t'i zgjidhur. Do dashuroheni me më tepër pasion. Ju beqaret më në fund do e takoni këtë muaj princin tuaj apo princeshën dhe çdo gjë do jetë më ndryshe. Gjendja shëndetësore do lërë për të dëshiruar. Duke mos ushqyer si duhet,
mund të keni probleme akoma më të mëdha. Financat do të jenë të kënaqshme, nëse dini si t'i menaxhoni. Virgjeresha. Gjatë këtij muaji, gjërat do të vazhdojnë që t'ju ecin si me parë, dhe do keni ende shumë për të bërë për të fituar besimin e të tjerëve dhe për ta normalizuar jetën gjatë muajit shtator. Nëse jeni në një lidhje dhe nuk e ruani dot vetë kontrollin, do keni probleme e mosmarrveshje të mëdha me partnerin gjatë muajit gusht. Po të treguat e logjikshëm dhe bashkëpunues, gjithçka do të ecë më së miri. Nëse jeni beqar, do keni plot mundësi për takime e lidhje. Por, po unë nxitua të bëni zgjedhje të gabuara, do gaboni rënd. Shëndeti do të jetë shumë i mirë, megjithatë, mirë do të jetë të limitoni sa të mundni edhe ushqimin e yndyrshëm. Me financat, mund të keni tronditje deri në momentin e datës 5 të muajit shtator. Peshorja. Më shumë me pozitiv do të jetë muaji gusht dhe shtator për të gjithë, e sidomos pas datës 7, kur edhe dielli do ndryshojë më shumë. Komunikimi në çift do të jetë shumë herë më i mirë. Prandaj, ju që jeni të dashuruar do mund t'i zgjidhni edhe problemet që ju kanë munduar në të shkuaren. Ju beqare do të jeni më të motivuar për ta kërkuar dashurinë e madhe dhe do keni të pamundurën për ta gjetur, sepse gjatë këtyre 2 muajve do të vijë. Java me fat do të jetë e dyta. Sipas astrologut ton, shëndeti nuk do të jetë ashtu si do kishit dashur. Mund të keni probleme me tretin e ushqimit dhe mund të prekeni edhe nga ndonjë infeksion. Plani financiar ka për të qenë më i mirë për shkak të një trashëgimie të shumëpritur. Akrepi. E shkuara do rikthehet këtë muaj, pra muajit gusht dhe gjatë fillimit të muajit shtator, dhe kjo gjë mund të shkaktojë përshtjellim dhe probleme. Mos ripërsëritni gabimet, sepse më pas nuk do e ngrini dot as kokën. Marrëdhënia me partnerin do të jetë shumë e paqëndrueshme. Herë do dashuroheni si e ndjeni dhe do keni dëshirë të qëndroni pranë njëri tjetrit. E herë do debatoni ashpër për gjëra të vogla. Nëse jeni beqar, do e gjeni personin e duhur, por në ditët e fundit të muajit, shëndeti do të lërë për të dëshiruar. Mund të keni gotra shqetësime, por vetëm tek dhëmbët. Financat fatmirësisht do përmirësohen dhe kjo do të jetë ajo çka do ju qetësoj juve. Në punë do ju dalin vështirësi të njëpasnjëshme në çdo moment. Nuk do të ndiheni edhe aq të qetë. Shigjetari. Këtë muaj duhet të dëgjoni edhe zemrën edhe arsyen, sepse vetëm ashtu do gjeni ekuilibrin dhe gjërat do ju ecin mirë. Nëse nxitoheni dhe nëse tregoheni impulsiv dhe të palogjikshëm, mund të keni tronditje. Ju që jeni të dashuruar do përballeni shpesh me goxha probleme. Mirë është që të ruani sa të mundni qetësinë, pasi nëse alarmoheni dhe ngrini zërin, vetëm sa do përkeqësoni situatën. Nëse jeni beqar, do ndihen gati që të ndryshoj statusin tuaj dhe do përfitoni nga propozimet që do merrni. Shëndeti her pas here do të ketë shqetësime. Nuk do keni mbrojtje të mirë dhe mund të prekeni nga virozat. Dietat shmani sa më shumë, por financat do të jenë të qëndrueshme dhe do të dilni shumë të kënaqur gjatë muajit gusht dhe shtator. Britsjapi. Plutoni dhe Saturni do bëjnë shpesh të zymt këto 2 muaj. Rreth datës 12 deri në datën 15 do reflektoni pak, por sërish do futeni në probleme. Marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë goxha konfliktuale. Do ndiheni her pas here keq, por nuk do e frenoni veten e nuk do hapni rrugë. Ju beqarët do jeni luftarak dhe do arrini ta bëni për vete personin që aq shumë e keni pëlqyer. Gjendja shëndetësore do të jetë delikate, sidomos 2 javët e para të muajit gusht dhe javën e parë të shtatorit.
do keni shqetësime nga shumë pjesë të trupit. Në planin financiar, duhet të tentoni ta stabilizoni situatën dhe sikur të mos arrini rezultatet e shumëpritura. Ujori. Do jeni të pasigurt dhe të paqartë, prandaj mund të keni vështirësi. Edhe komunikimi do të lërë për të dëshiruar. Tek ju që jeni të dashuruar, do jenë të shumë personat që do të dërhyjnë dhe do mundohen të aprishin harmoninë. Mos e lejoni këtë gjë në asnjë mënyrë, sepse vështirë të riktheni normalitetin. Nëse jeni beqar, më mirë të pranoni të dilni me disa persona në mënyrë që të njiheni me ta. Nëse qëndroni në vend, nuk ka për t'ju rënë princi i kaltër e as princesha nga qielli. Shëndeti do të ketë pak shqetësime. Bëni një kontroll sa më parë në mënyrë që të kapni problemin pa u ndërlikuar, sepse nuk është ndonjë gjë e madhe. Gjendja e financave do të jetë delikate vetëm ditët e para, e pastaj gjithçka do të shkojë siç është më së miri. Peshqit. Në tërësi ky do të jetë muaj i mirë. Do arrihen të shuhen zjarret dhe optimizmi që do ju bëjë të shihni gjërat më ndryshe gjatë muajit gusht, por shtatori do të jetë akoma edhe më i mirë. Nëse jeni në një lidhje, do kaloni një periudhë të begatë. Mirë do të jetë të shprehni sa më shumë ato që ndjeni, sepse partneri do të jetë në humorin e duhur për t'u plotësuar dëshirat. Ju beqaret ka mundësi të fiksoheni pas një personi i cili sapo është shkëputur nga dikush. Kujdes, sepse flaka e dashurisë nuk mund të shuhet brenda disa ditësh. Gjendja shëndetësore do të jetë e kënaqshme, ndërsa financat do të jenë më mirë se që keni pasur ndonjëherë deri në ditë. Bëjni videon like që të keni sa më shumë fat gjatë këtyre 2 muajve. Mos harroni të bëni like këtë video.